Live from Tirana. Live from Tirana. Mirëmëngjes Tirana ime, sot është e enjte 24 prill, do thoni ju por Ronaldos kur ju hollua kaq shumë zëri. Jo, jam unë Edea, do t'jeni me mua sot për gjatë 2 orëve nga ora 10 deri në 12 Live from Tirana, është një emision që është në këtë fash orare çdo ditë me ju. Sot kam përzgjedhur disa tema interesante, janë nga këto temat që ndoshta shpesh herë diskutohen, por nuk i futemi kaq në thellësi. Ama pa dashur t'ja u zbuloj, është nga këto temat që si të jeni në kafe, si të jeni në një lokal, si të jeni në rrugë, kudo që të jeni, e dëgjoni, e hasni, e diskutoni vetë, mos të them 70% të kohës. Nuk është Big Brother i mbaroi fatkeqësisht dhe fatmirësisht sepse ka ardhur koha të flasim dhe për gjëra të tjera që kanë rëndësi dhe në orën e parë do të flasim pikërisht për këtë gjë, pa dashur t'ja u them akoma. Më pas në orën e dytë do të jem me Toni Tozaj për një temë shumë interesante. Ju mund na shkruani, a duhet të punosh për të jetuar apo të jetosh për të punuar? Mendoj që gjatë kohës e mendojmë këtë gjë. Por me të qenë se po flasim për dashuri, do të shkojmë tani me Feel the Love. Është invincible dhe e pamposhtshme në Shqipëri, në botë, kudo anë mban, fuqia e ChatGPT-s. Po e diskutonim pak me DJ Wizin aty në prapaskenat tona, se sa e pushtetshme është bërë ChatGPT-a. Ne e pyesim për gjithçka, mund të jemi në telefon me dikë duke folur dhe bëjmë sikur e dim përgjigjen e pyetjes ose gjës të cilën personi adresoi, edhe mjafton ta klikojmë shpejt edhe të marrim mendim për gjithçka që bëjmë. Ama ChatGPT-a së fundmi nuk përdoret thjesht për sa kohë ta lejon ujin të vlojë për të bërë këto makaronat ose sa sheqer duhet ha në ditë ose sa gota ujë duhet pi, po më së shumti e shohim që përdoret për atë gjën që është shqetësimi primar, besoj i thuaj se kujtdo, që është dashuria, edhe po tregoja një histori të vërtetë, që do e zbuloj këtu për ju, është një thashë them. Uroj mos të dal nga këtu pa çka se un po ja them gjithë popullit. Një personi si shumë vajza të tjera, është gjë që është bërë dhe trend dhe virale në TikTok, që bashkangjisin një foto të dorës në ChatGPT, duke e përdorur si një fallxhore falas që parashikon çfarë do të ndodhi në jetën tënde. Dhe teksa kishte vendosur foton e dorës së saj, chati i kishte thënë se personin e jetës do e takosh rastësisht dhe me këtë njeriu nuk do të keni komunikim dhe nuk do të flisni, ama energjia jote do ta ngroh kaq shumë sa ky do të afrohet tek ti. Dhe teksa ishte në palestër, kjo vajza Zonja, po e zbuloj pak detaje për të, mi ish afruar dikush që i kishte thënë më fal, do e përdorësh më këtë veglën, i kishte thënë kjo jo, mund të vazhdosh ta përdorësh ti, dhe kishte kaluar në një vegël tjetër. Ky person sërish ishte afruar dhe te vegla tjetër dhe kaq nuk dua të bëhem gjykuese, ju lutem se është mëngjes, por kaq po e them, kaq deluzionale në thonjë sa ajo ishte bërë, sa kish shkuar në tualet dhe kish pyetur chatin, chat, mos është ky njeriu i duhur për mua? Ky njeriu që ti më ke thënë mua te dora? Dhe chati i kishte thënë një përgjigje që vetëm AI mund ta japë dhe të jetë aq i shpejtë me diçka kaq inteligjente, dhe i kishte thënë, jo çdo stacion është destinacion. Diçka të cilën me të cilën unë do të jetoj së fundmi me këtë kuotën, madje mund të them që mund ta bëj edhe tatuazh. Po e nisa me këtë se dua të futem pak te kjo tema e dashurisë sot. Edhe çka është dramatike është se në Tiranën moderne të 2024-s, edhe dua të flas për brezin tim. 20 e sa vjeçarët janë profesionist, janë biznesmen, janë influencera, janë VIP-a, janë zanaçi shumë të aftë, janë fëmijë të mirë, janë kushërin të mirë, janë komshin të mirë, por janë partner të tmerrshëm. Herë janë të terrorizuar nga dashuria, herë nuk din t'i menaxhojnë ndjenjat e tyre, edhe mendoj që brezi që sot është në të 20-tat, flas dhe për veten time, është autodidakt kur vjen puna tek dashuria. Kemi disa manuale të përçudnuara nga familjet, ne kemi qenë një brez tranzicionesh, gjithmonë kemi qenë, e them këtë për brezin tim, kemi qenë fëmijët pilot për të parë nëse kjo metodë rritje, nëse kjo metodë arsimore, ne na ndryshonte metoda arsimore ndër vite, njëri ishim ky sistem, njëri ishim ai sistem, po kjo gjëja fatkeqësisht nuk është pasqyruar vetëm në pjesën e arsimit, po është pasqyruar edhe në mënyrën se si ne kemi jetuar. Kjo liri, kemi qenë gjithmonë në atë testin, a duhet t'i japim shumë liri fëmijëve, a duhet i ndrydhim, dhe e gjithë kjo përçudnim i madh na çoi drejt rrugës ku mësuam se jo, prindrit tan nuk e di, është pak herët për ta thënë këtë, po dhe i messed up, e prishëm pak, do ta bëjmë me pip të, e dhjen pak me ne, edhe ne e dhjem me gjërat që bëjmë, sepse secili prej nesh, sa më kompleks, sa më i lexuar, sa më ndrimtar, sa më ambicioz t'jemi, aq më shumë fatkeqësisht vida mangu t'kemi. Edhe për shkak se moderniteti si nocion është shumë i ri për Shqipërinë, për gjatë adoleshentës,
ka qenë shumë e vështirë për shumicën prej nesh të ndajmë detaje mbi njohjet që kemi ose pëlqimet që kemi me mamin, me babin ton. Edukimi seksual ka qenë një temë të cilën ne nuk e diskutonim fare me familjet tona. Edhe çdo cop informacioni që merrnim, qofti sakt apo jo, e besonim si të vërtet derisa dikush na provonte të kundërtën. Gjë që si rrjedhoi, sjell në këtë pikën që jemi ne tani, në këtë situatën që po e përshkruaj për ju, ama ja u thash dhe pak më përpara, është e jetuar nga të gjithë, sepse në çdo kafene, në çdo telefonat, në çdo grup WhatsAppi, kudo ku ne shkojmë, të jeni pak po të sigurt, një grup pranë nesh, vetë ne, miq tan, po flasim për dashurinë. Pse nuk po e gjejmë dot? Pse partneri ose partnerja jon nuk po ndryshon këtë gjën? Pse ky personi që flasim herë është kështu, herë është ashtu, si ta bëj këtë gjën, çfarë ti them që ky të bëj këtë, çfarë të postoj që të kem vëmendje, e të tjerë, është një mori pikë pyetjesh, të cilat ky brezi jon me informacionin skarts mundohet t'i zgjidh në grup. Për shkak sepse është si ai provimi që kur nuk e mësuar në shtëpi, shkoni dhe e zgjidhni atë provimin në grup se nuk i dini përgjigjet vet. Do thoni ju çdo marrëdhënie ka të mirat dhe të këqijat e veta dhe se çdo kush bën ato kompromiset e tij për të qëndruar, për të toleruar ose ndoshta për t'u larguar komplet. Por si një guidë e vogël ndihmuese, ndoshta edhe për njerëzit që në teori këto gjërat i dinë, po ndoshta në praktik çdojnë edhe duhet i ridëgjojnë. Mendoj se të gjithë duhet i ridëgjojmë, sidomos në momentet që syt tan vishen nga dashuria dhe i shohim gjërat ndrysh, a do reflektojmë ne nga kjo gjëja dhe do marrim një vendim dhe do sillemi ashtu siç duhet sillemi, e dyshoj shumë sepse asnjëri prej nesh nuk u zgjua një ditë dhe tha hey po, unë duhet marr një vendim për jetën time, ama me kalimin e kohës mendoj që sa më shumë t'ingulisim në kokë çfarë janë flamuj të kuq dhe çfarë janë flamuj jeshil. Sa gjëra mund të justifikojmë për një marrëdhënie dhe sa gjëra nuk mund të justifikojmë sepse e bardha është e bardhë, e zeza është e zezë, ja u thot një njerëz që është plot ngjyra dhe që emocionin e ka prioritet të jetës vetë, ndoshta vishet më shumë se kushdo, por ndonjëherë e mira është të jemi racional. Kështu që nëse mendoni se jeni në këtë situatën që nuk di çfarë të bëj, mendoj që shikoj këtë, po në të njëjtën kohë shikoj edhe këtë gjë negative dhe nuk e di a duhet të qëndroj në këtë marrëdhënie apo të largohem. Unë ju kam përgatitur një guid me 10 flamujt e kuq të një mashkulli, 10 flamujt e kuq të një femre, dhe 10 flamurët jeshil dhe 10 flamurët jeshil të dyja gjinive, dhe pastaj pasi ti dëgjoni vendimin, a qëndroni, as qëndroni, a ju ngjan me partnerin tuaj ky njeriu, ndoshta ju kthjellon ku po shkëlqen dhe ku po çedon partneri juaj, ndoshta ju kthjellon ku po shkëlqen dhe ku po çedoni ju. Këto do t'i dëgjojmë pas pak. Rikthehemi në live from Tirana dhe nëse nuk po na ndiqnit pak më parë, po flisnim për marrëdhëniet, po flisnim për ChatGPT-n, po flisnim për atë momentin se si ne ta kuptojmë kur duhet të largohemi dhe kur duhet të qëndrojmë. Çdo marrëdhënie është e ndryshme, çdo njeri bën kompromiset e veta, çdo njeri toleron X gjëra dhe nuk toleron gjëra të tjera, ama pasi vendosa të pyes chatin, se mendoj ndonjëherë që chati na përpilon atë listën më të dur që ndonjëherë na duhet ulemi 7 vet të rrim në kafe dhe ta diskutojmë dhe ta mikroanalizojmë diçka, kur shumë thjesht mund t'i bëjmë chatit një pyetje dhe na jep një listë pak më të përgjithshme. Këtë listë unë dua ta ndaj me ju. Dhe kam vendosur të flas për 10 flamur jeshil dhe 10 flamur të kuq tek meshkujt. Mos mendoni se jam nga këto feministet që po mundohet të sulmoj meshkujt, ju e keni fajin sepse kam bërë të njëjtën gjë edhe për femrat dhe do ta dëgjoni pak më vonë. Kështu që nëse jeni në pikpyetje për djalin që po dilni dhe nuk dini si të veproni, unë nuk mund të hyj në brendësi të marrëdhënies pa i ditur të gjitha detajet e marrëdhënies tuaj, ama mund t'ju jap një listë gjenerale, ndoshta si ai manuali standard, është ajo klasa 101 që e bëni në vit të parë universitet, për gjërat gjenerale që duhet të dini. Flamuri i jeshil që më tha chati që një mashkull duhet të ketë është të komunikojë në mënyrë konsistente dhe të qartë me ty. Një djalë që nuk luan lojra ose një djalë me të cilin ti nuk ke pse e pyet veten se si ndihet ky, është djali i dur sepse ai ta thot. E di që është e vështirë për shumicën e meshkujve të shprehin ndjenjat e tyre, ama mendoj që konsistenca e komunikimit tregon patjetër që ai ka një farë pëlqimi dhe investimi te kjo marrëdhënie, dhe në të njëjtën kohë kush nuk do të ketë një marrëdhënie që nuk ka lojra. Mendoj që gjëja më e dur është që ta kemi aq raport me atë partnerin dhe njeriu që dalim, sa të ulemi dhe themi hey, unë ndihem kështu, ti si ndihesh, edhe në momentin që kjo marrëdhënie ka këtë komunikim të qartë, problematikat jam shumë e sigurt që zgjidhen.
lidhen. 2. Respekton limitet e tua dhe ka dhe të vetat. Qofshin emocionale, qofshin fizike ose kohore, ai respekton jon tënde pa të futur në faj. Kam dëgjuar raste pafund të tipit që jo, po nëse unë i them jo këtij tani, këtij ngel hatri nëse unë nuk dola me të, ose nuk do më kërkoj më, unë mezi pres që ky të më kërkoj që ne të dalim dhe ti them unë jo tani dhe shoh pafund vajza, jam dhe një ndër vajzat që ka bërë po të njëjtin gabim, që kam lënë pas dore ose kam shtyr punë të mia, gjëra të mia për të bërë këtë takimin, sepse fatkeqësisht është njerëzore, po mendoj që ne femrat anojmë më shumë nga kjo. Emocioni, ndjenja ndonjëherë na vesh aq shumë sa harrojmë që hey, ti je një njeri dhe jashtë kësaj marrëdhënieje. Por në të njëjtën kohë shoh dhe persona që thonë që po jo, unë dua një marrëdhënie që jemi gjatë gjithë kohës 24 orë bashkë dhe nuk kemi limite me njëri tjetrin, nëse unë dua të shkoj ai po bën një punë, unë dua të shkoj dhe të rri 24 orë me të, unë mund të rri 24 orë me të. Është shumë e bukur, është shumë romantike, duket si një nga ato filmat që shikonim te film komedi dhe film dram kur ishim të vegjël, por nuk është jeta reale. Mendoj që gjëja më e rëndësishme është që secili të ketë limitet e veta dhe secili të jetë individi vet. Tjetër gjë, nëse ne të dy si dy individ krejt të ndryshëm puqemi edhe bëjmë ato kompromiset tona, edhe si yin dhe yang funksionojmë me njëri tjetrin. Flamuri i tretë jeshil i një mashkulli. Suporton qëllimet e tua pa u bërë i pasigurt me veten. Ambicia jote e inspiron dhe ai të shtyn ty drejt arritjeve në vend që të mbajë në vend. Mendoj dhe ja them çdo vajze këtë gjën që po më dëgjon tani. Nëse partneri juaj ju shes si konkurrent, edhe intimidimi nga gjinia femërore është diçka prezente në përditshmërinë tonë, e shoh dhe në për komente, e shoh dhe në TikTok se nuk po flas për gjëra që nuk i dim të gjithë, mendoj që po flas për gjëra që i dim të gjithë. Janë disa komente të tipit që mos e merrni një femër të shkolluar ose me shumë ambicie, sepse ajo vendos një ditë të zgjohet dhe të lërë, edhe është kjo është tradicionale si nocion, edhe ta flasim troç është edhe i prapambetur si nocion. Shoh komente nga djem, janë komente që unë i pres nga njerëz më në moshë, por nuk janë komente që unë i pres nga 20 vjeçar, të tipit unë e dua nusen që le të jetë me gjimnaz, le të mos të ketë shumë gjëra për të thënë, mjafton që të bëj mirë një gjell me turli dhe ne do të jemi të lumtur. Pa e kuptuar që jeta është shumë e gjatë edhe receta perfekte për të bërë turlin nuk është se do të zgjidhë 1000 problemet me të cilat të has jeta. Kështu që nëse keni një partner që e shikoni që në momentin që ti ke arritje, në momentin që ti shkëlqen, e kap një si farë pasigurie me veten, në një farë mënyre mundohet me koshiencë ose pa koshiencë ti sabotoj këto lëvizjet e tua, dije se nuk është i duhuri për ju. Flamuri jeshil i katërt. Kur është gabim, ai mban përgjegjësi mbi gabimin e tij. Mendoj që nuk ka gjë më, po e them, është pak herët për këtë, po nuk ka gjë më seksi se sa një mashkull që thot, "Hey, ke të drejtë, mund ta kisha trajtuar më mirë këtë gjën, më fal, ishte gabimi im." Por të gjithë bëjnë këtë shmangjen, këtë deflectin, manipulime e të tjerë. Kështu që nëse ai mban përgjegjësi për gabimet e tyre, ke gjetur një djalë të mirë edhe shtrëngoje fort. Flamuri jeshil numër 5. Ai flet për të ardhmen dhe të përfshin ty. Nuk po them këtë se ndonjëherë gocat dëgjojnë këto muhabetet edhe fillojnë fluturojnë në ajër. Nuk po them martesë që në javën e dytë që ai thot ne një ditë do bëjmë këtë dasmë gjigande me 10.000 njerëz, por nëse ai thot një fjali të tipit, "Hey, këtë verë duhet të shkojmë ose të bëjmë këtë gjën", do thotë që ky djali po investohet në mënyrë emocionale, kështu që është një flamur jeshil. Flamuri jeshil numër 6 tek një djalë me cilin ti po del. Është emocionalisht inteligjent ose, edhe po e them këtë gjën me sinqeritetin më madh, ose të paktën po mundohet të jetë. Inteligjenca emocionale është problematika mendoj numër 1 e brezit ton. Unë i them atij që ndiem kështu ai nuk e kupton, ai mbyllet në vetvete. Kështu që nëse keni një djalë i cili ditë i emërtoi ndjenjat e veta dhe nuk futet në guack sa herë që gjërat bëhen serioze, mendoj që të gjithë në të 20-tat, shumica e vajzave që unë njoh, shoqeve të mia, kolegeve të mia, po hasen me të njëjtën problematikë që sapo gjëja po bëhet serioze, shohin që këta çunat futen në guackën e tyre dhe mbyllen në vetvete, ndoshta sepse janë pak të rinj për të marrur hapa të mëdhenj, ndoshta sepse këto përgjegjësitë e mëdha jo të gjithë i kanë qef, janë të pakët ata që duan edhe janë gati të marrin përgjegjësi. Rri këtu dhe një gjë që quhet teoria e taksisë. Edhe ne po na dëgjojnë shumë taksista, mendoheni, shikojeni, lidheni me profesionin tuaj edhe lidheni si nocion. Teoria e taksisë thotë që një mashkull nuk martohet me femrën që ai e takon dhe thotë, "Hey, kjo është femra e duhur për mua." Një mashkull martohet në momentin që ai një ditë zgjohet dhe thotë, "Hey,
unë duhet martohem, edhe e ndan me veten e tij që i ka ardhur kjo mosha për të martuar, dhe femra e parë që ai has në këtë moment, edhe që është prezente në këtë moment të jetës së tij, bëhet gruaja e tij. Kështu që se po bëjmë zhuzë negative, nëse jeni të martuar, mos mendoni se jeni zgjidhja e dur për të, thjesht ishit aty në momentin e dur. Kalojmë tek flamuri i 7, jeshil. Ka një jetë të tijën, sa e rëndësishme është kjo. Kthehem prapë tek ajo pika që të gjithë kërkojmë. Jo, pa ai duhet rri me mua 24 orë. Jo, ai nuk duhet rri me ty 24 orë. Ai duhet ketë jetën e tij dhe nuk duhet varet e tij për të krijuar një identitet. Mendoj që kjo është gjëja më e rëndësishme, dhe kur njerëzit lini dhe pak shu hapësirë fryme njëri tjetrit. Mendoj që marrëdhëniet bëhen shumë të forta kur ne, nuk po them të kemi 2 javë pa u takuar, po kur ne të dy kemi bërë gjatë ditës punët tona dhe në darkë bëjmë gjas me atë ulje në tavolinë, po për shkak se jemi çifte në të 20-ta dhe në rast se ne nuk bashkëtojmë me njëri tjetrin, këtë gjë do ta bëjmë telefon me video call ose do ulemi diku dhe do ta flasim për ditëshmërinë tonë dhe do na ketë marrë malli deri në atë pikë dhe tregon që të dy ne jemi të aftë të funksionojmë pa njëri tjetrin. Flamuri i 8, jeshil, shumë i rëndësishëm ky, i trajton të tjerët me mirësi, edhe jo vetëm ty. Mendoj që duhet ta shikojmë se si sillet një djalë që dalim me kamarierët, si sillet me prindrit e tij, si sillet me shokët e tij. Unë mendoj shumë të rëndësishme, ndoshta ky është mendimi im, mos merrni çdo gjë që them unë si fakt. Mendoj që është shumë e rëndësishme mënyra se si ai trajton femrat e tjera. Nëse ke një mashkull i cili e shikon që flet keq për çdo femër, ajo kështu, ajo ashtu, ma beso, dita do vi, do flas ashtu edhe për ty. Flamuri jeshil numër 9 është i sinqert edhe për situata të sikletshme. Është transparent edhe kur e vërteta është pak e turpshme ose e sikletshme. Egoja është karakteristik shumë e mirë deri në momentin që nuk të hapër brenda dhe nuk fillon të haj të gjithë njerëzit përreth teje. Kështu që dhe të thuash diçka të turpshme për veten, diçka të sikletshme të tipit hey e bëra, nuk dija të veproja më mirë, ose ta marrësh diçka pak lehtësisht me sportivitet edhe me të qeshur, mendoj që është gjëja më e mirë. Dhe flamuri i 10, jeshil, në një marrëdhënie me një djalë është ti ndihesh e sigurt për të qenë vetvetja me të. Edhe dua të ndalem pak te kjo. Has në shumë biseda edhe e shoh si gjëja më problematike. Ti del me një djalë, edhe besoj të gjitha ne e kemi bërë këtë. Ti del me një djalë dhe ti me anë të atyre pyetjeve të tua zbulon se kush është vajza e këtij e ëndrave. Pra ai thot mua më pëlqen një vajzë që është kështu, më pëlqen një vajzë që është kështu, pak më sportive, pak më kështu, dhe ti fillon dhe mundohesh që ta bësh këtë djalin për vete, të shndërrohesh në këtë vajzën. Edhe ndoshta këtë djalin e fiton dhe ju për një farë kohe po shkoni shumë mirë me njëri tjetrin. Të gjithë kur luajmë atë rolin e perfektes, shohim se marrim trajtimin e perfektes. Ama në një aspekt afatgjat, njeriu që ne jemi, njeriu që jeton brenda nesh, me do e mos do dal. Kështu që diçka që e shoh shumë të rëndësishme se e kam ma thon dhe si këshill në për tavolina që mos thuaj gjithçka për veten, mbaj disa karta kështu afër vetes, se nëse çunat e marrin vesh këtë, nuk do afrohen me ty. Atëherë do thotë që partneri jot nuk të njeh. Kështu që më mirë të jesh vetja jote 100% edhe të ndihesh e sigurt duke qenë vetja jote. Do dëgjojmë pas pak me 10 flamuj të kuq tek çunat. Këtu do futemi pak më thellë. Rikthehemi në live from Tirana. Pak më parë po flisnim për flamujt e kuq dhe flamujt jeshil tek partnerët tan. Folëm pak për flamujt jeshil tek meshkujt, ja u thash dhe më përpara, mos mendoni se do flas vetëm për çunat me këtë ideologjinë që çunat janë kështu dhe ashtu dhe jam kjo feministja e çmendur që sulmon dhe atakon as pak. Kam përzgjedhur dhe 10 flamuj të kuq dhe 10 flamuj jeshil për femrat. Por tani jemi te këto 10 pikat që nëse ju i shikoni te partneri juaj, ndiheni që situata mund të ishte edhe pak më mirë, ose ndoshta është koha të ikni, ose është koha të rishikoni gjërat këtë e vendosni vet. Mirë, numër 1 si flamuri i kuq tek një djalë zhduket dhe vjen sikur s'ka ndodhur asgjë. Shumë vajza e ngatrojnë këtë, ai është misterioz, jo, nuk është misterioz, është thjesht inkonsistent. Kjo zhdukja dhe ardhja e tham pak më përpara tek flamujt jeshil që një djalë të jetë ai i duri për ju, minimumi duhet të tregoj një konsistencë në komunikim, në tentativë, në investim në një marrëdhënie. Edhe një gjë që dua ta përmend këtu. Një mashkull marrëdhënien e mat edhe me investimin e tij. Pra, më së shumti e shes si investim, është pak a shumë siç ai trajton një biznes, siç ai trajton një punë, siç ai trajton një shoqëri, mendoj që të gjithë e bëm këtë. Është e bazuar suksesi dhe dashuria që kemi për këtë individ ose për këtë profesion, ne e masim me atë kamatën e kohës, investimit emocional, investimit qoftë financiar, kështu që nëse një mashkull po bën tentativa, po të jep kohë, po investohet si emocionalisht, si fizikisht edhe financiarisht, do thotë që ky njeriu vërtet shikon një të ardhme me ty. Flamuri i kuq numër 2. Flet keq për të gjitha ishet e tij.
Tani, ka shumë çuna që thon këtë, nuk e di më, mua më kanë rënë vetëm këto që janë si të çmendura, i kanë pasur të çmendura të gjitha ishet, njëra më problematike se tjetra. Është pak a shumë si ajo teoria kur 10 vet po thon për të njëjtin person që hey ky njeriu është pak kështu. Ose po të drejtohen ty dhe po të thojnë hey, janë 10 vet që po thon të njëjtën gjë dhe e shoh këtë gjë shpesh që është ky njeriu që thotë nuk e di si më thon të gjithë mua këtë gjë se unë nuk jam ky njeriu. Dije se nëse janë më shumë se 2 persona që mendojnë që ti ke një karakteristikë karakteriale problematike, dije që kanë të drejtë dhe ndoshta është ky momenti për autoreflektim dhe për të drejtuar gishtin vetes, gjë që nuk e di pse është kaq e vështirë këto kohë të fundit që njeriu domethënë gjen çdo lloj zgjidhjeje përveç se të thotë, hey, ndoshta kjo është një gjë e keqe e karakterit tim, të cilën unë duhet ta punoj. Por nëse i partneri juaj flet keq për gjitha ishet e tij, edhe thot këtë, ajo ishte e çmendur, ajo tjetra ishte e çmendur. Pyeteni pak veten, kush është i çmendur? Ato gocat apo mos ndoshta është ky. Flamuri i tretë i kuq sa herë ti flet për ndjenjat, ai bëhet ose agresiv ose defensiv. Tani kalon ose në sulm ose në mbrojtje. Ideja është që në një marrëdhënie ne nuk po lozim futboll, po krijojmë një marrëdhënie, kështu që nëse ti thua hey kjo gjëja mua më lëndoi dhe ai thot ti je shumë sensitive, është manipulim emocional, kështu që mos u mundoni ta gjeni një zgjidhje. Ka shumë vrima gjëja, mos mendoni që këto gjërat që them unë janë tamam e bardha në zezë, se ka shumë momente që nëse ti je kjo goca që ti ditë për ditë ke nevojë për këtë dramën edhe bën këtë, unë jam e mërzitur për këtë, unë jam e mërzitur për atë, atëherë është tërësisht gabimi yt dhe ky djali nuk mund të jetë gjatë gjithë kohës si ajo sova, ndize fike në bazë të emocioneve tua. Ama nëse një herë në shënlesh i themin në malokët, ti ke një lloj problemi dhe e shpreh këtë ndjenjë që ke dhe ky njeriu direkt të bën një blok, atëherë ky është një flamur i kuq, edhe ndoshta duhet ta shënosh te ajo lista jote. Ja u them shpesh herë njerëzve kur janë në mëdyshje për marrëdhëniet e tyre. Unë e bëj shpesh këtë. Hapni një Word document ose merrni një flet edhe ndani me laps dhe me letër të mirat edhe të këqijat e këtij njeriu. Vëreni këtë njeriu në peshore, se ndonjëherë bi më shumë brenda dhe mënyra si ne e shohim partnerin dhe partneren ton nuk është mënyra se si e shohin të tjerët ose ndoshta ndonjëherë fatkeqësisht nuk është as mënyra se si ai njeriu është me të vërtet. Flamuri i kuq numër 4. Ky djali nuk ka marrëdhënie afatgjata ose miqësi të afërta. Ndonjëherë kjo duket si diçka ideale, duke qenë se shumica e djemve të brezit ton dhe vendosa ta trajtoj këtë temë në aspektin e dashurisë moderne, dashurisë e 20 vjeçarëve deri në, po themi 40 vjeçar, të cilët janë të pamartuar, po njihen ose janë në një marrëdhënie me dikë, por akoma kjo gjë nuk është finalizuar. Dhe ndonjëherë duke patur këto partnerë të cilët kalojnë shumë kohë me shoqëritë e tyre, kur të bie ky djali që nuk ka shoqëri ose nuk ka marrëdhënie afatgjata ose nuk ka shok të ngushtë, ti thua, "Wow, jackpot. Un kam këtë djalin i cili koha e të cilit është e gjitha imja." Ama kjo është një indikator i keq, të themi të drejtën, sepse do thotë që ky njeriu është i paaft emocionalisht të investohet në aspektin afatgjat, në marrëdhënie të tjera, gjë që duhet bëj të mendosh me vete që meqense ky nuk investohet në marrëdhënie të tjera, pse do investohet në një marrëdhënie me mua? Flamuri i kuq numër 5 bën shaka për tradhtin ose të qenurit toksik. Këtë gjë ne shoh që ndodh rëndom edhe besoj se të gjitha ne femrat e anashkalojmë një herë kështu me atë lehtësinë që Stafani. Jo, një djalë nuk duhet bëj shaka me këto gjëra. Tradhtia nuk është një shaka. Provoni ju ta bëni një shaka në lidhje me tradhtinë dhe shikoni reagimin. Mirë, do kalojmë në reklama për momentin. Kemi dhe 5 flamuj të tjerë të kuq që do i diskutojmë më në detaj me njëri tjetrin pas pak. Nëse je një vajzë e zgjuar, vishi këpucët dhe futja vrapit nga dera, ose nëse mendon që kjo marrëdhënia ka më shumë gjëra për të ofruar dhe je dashuruar me potencialin e kësaj marrëdhënie, unë jam nga ata njerëzit që thotë qëndro derisa ti kesh arritur në fund gjës. Flamuri i kuq numër 6 është një mashkull i cili të bën love bomb, pra të plas një bomb dashurie të tipit ti je vajza e ëndrave të mia, unë me ty dua të kaloj jetën, ti je gjithçka, universi të bashkoj ty me mua, dhe më pas ky djali tërhiqet dhe zhduket ndoshta për të mos u rikthyer më kurr. Në momentin që kemi këtë inkonsistencën në veprime, edhe zakonisht kjo ndodh me këta meshkujt që dashuria e dur është ajo dashuria thonë që digjet dal nga dal. Në momentin që ti ke 3 javë, 4 javë që del me këtë djalin, për të gjithë ajo faza e mjaltit është shumë e ëmbël, edhe nëse nuk ka atë tensionin edhe xixat që ka i fillimi, ajo marrëdhënia ose të paktën jam unë që besoj te këto dashuritë me shikim të parë ose te kjo kimia e fortë. Por në momentin që ai që në këto 3-4 javët e para fillon dhe bën premtime që unë dhe ti botën do ta çaj me njëri tjetrin, dhe pastaj ti shikon që 3 ditë ai duket dhe një zot e di se ku shkoj, dije se ky është një flamur i kuq, kështu që bëj kujdes. Flamuri i kuq numër 7
nuk ka respekt për kufijtë e tu. Një mashkull që nuk di të respektojë limitet e tua të tipit nuk dal dot sot ose nuk dua të dal në këtë orë, është një mashkull i cili mendon që do arri në një mënyrë apo në një tjetër të fusë në sqetullën e tij, kështu që siç e predikoj shumë këtë, lërin i njerëzit të kenë kufijtë dhe limitet e tyre. Nëse djali do të dalë me shoqërinë e tij dhe ti do të dalësh me shoqërinë tënde, jepini pak kohë për oksigjen kësaj marrëdhënies, ma besoni do ju marr malli për njëri tjetrin dhe akoma më shumë do doni të rini bashk. Flamuri kuq numër 8, nuk kërkon falje. Thot gjëra të tipit jo se po e mbi mendon ti se nuk është kështu, unë kërkoj falje nëse e kam fajin, po unë nuk e kam fajin tani. Ja u thash dhe pak më përpara, hynte tek flamujt jeshil, edhe po e them është pak herët, jemi në mëngjes, ndoshta kjo fjala është pak kështu, po ju ndez kot se nuk është ora për tu ndez, po mendoj që nuk ka gjë më seksi se sa një djalë që thot, më fal. Nuk e mendova pak më gjatë, nuk dija të bëja më mirë, bëra këtë gjën, do mundohem ta rregulloj. Kaq. Edhe ndonjëherë kemi arritur në një pikë si shoqëri që kërkojmë aq pak sa themi, "Ore dhe le të gënjej, le të jetë dhe gënjeshtër kjo që tha." Do të thënë le të jetë një tentativë që ndoshta do dështoj, po ta minimumi, ky thotë që unë do mundohem ta bëj këtë gjën, se sa ajo përgjigja tipike unë kështu jam dhe nuk ndryshoj dot. Nga të dyja palët, kjo është problematike. Përgjigja e dur në një marrëdhënie është unë e till jam deri këtu. Mund të ndryshoj këtë për ty, nëse ti ndryshon këtë për mua. Do thoni ju, po o ideja se e bëre marrëdhënien sikur është biznes. Jo, nuk është biznes, po është kompromis, edhe është bashkëbisedim, edhe është komunikim. Edhe ndonjëherë kur e shikon që ujditë tua me ujditë e këtij njeriu nuk po funksionojnë, është koha për të ikur. Po çdo që nëse e ke atë dëshirën e lojës edhe të fitores, edhe je një njerëz që të pëlqen të fitosh, fatkeqësisht do ngecesh në ca situata për një kohë më të gjatë se sa ç'duhet. Flamuri i kuq numër 9, nuk të pyet për jetën dhe për ëndrat e tua. Më vjen shumë keq që e dëgjoj këtë gjë në rëndom dhe i them njerëzve, po mirë, ulu pak me veten dhe ky njeriu sa interes ka për gjërat e tua, sepse shoh vajza që mundohen kanë këtë tentativën që unë këtë do ta mikroanalizoj dhe do zbuloj çdo gjë për jetën e tij dhe do ta rregulloj dhe do ta pikturoj ashtu siç dua. Ndërkohë janë këta djemt që nuk kanë kurfar interesi, nuk i pyesin për asgjë, i përdorin aty, se po bëhem shumë kështu negative, po nëse një djalë të merr në darkë shfryn hallet e ditës, të tregon sa situata, bën gallata me ty, ti sapo u përdore si kjo psikologja falas, ndoshta ka ardhur koha të chargjosh për shërbimet që bën. Dhe flamuri i kuq numër 10, që mendoj që është gjëja më e rëndësishme. Është një situatë e cila sa koshient na bën mbi faktin që duhet të largohemi, aq na mban të lidhur edhe të paaftë për t'u larguar. Edhe është të ndihesh më anktioz se sa i sigurt. Mendoj që kjo kryefjala e problematikave të marrëdhënieve të moshës tonë ka të bëjë pikërisht me stilin avoidant, shmangës të meshkujve dhe stilin anktioz të femrave. Në momentin që ti je me një partner, edhe është ky partneri që po thonim flamuri i kuq numër 6, që të plas të bomën e dashurisë dhe më pas tërhiqet. Në momentin që ti je me një partner i cili të fal botën dhe pastaj largohet, është domosdoshmërisht një metodë psikologjike që përdoret në, nuk e di ku përdoret, duhet përdoret në kampe përqendrimi, po është një teknik manipulimi që ti të obsesionohesh me dikë. Edhe është më se normale, është gjë që e shohim në shoqëri, është gjë që e shohim në për reality shows, e shohim kudo. Dhe në momentin që ti ka arritur në një pikë të marrëdhënies tënde, ku si vajzë ti ndihesh më anktioze se sa e sigurt, ti e shikon që ky njeriu po dëmton gjendjen tënde emocionale, ndoshta ka ardhur një moment të ulesh me veten edhe thuash, apo bëj gjën më të mirë. Ama, ja u thash dhe pak më përpara, un jam dhe ky njeriu që ka këtë qasjen që ndoshta shkoj deri në fund gjës, lëndohu, vritu, rrëzohu, çau te gjuri, por ma beso do vi një pikë që do të çohesh sërish. Kështu që nëse metoda juaj e dur për ju, kjo do ishte idealja, kjo është për ata njerëzit që kanë një farë dashurie, edhe egoje dhe sensi që e duan veten e tyre dhe e duan mirëqeninë e tyre ndoshta mbi të tjerët. Dhe nëse merrni vendimin për t'u larguar, sepse ndiheni më anktioz se sa ndiheni të sigurt në një marrëdhënie, atëherë tik, bravo ju qoftë, ju jeni njerëz të aftë. Por për pjesën tjetër, janë njerëzit që janë pak më emocional, edhe që ndoshta kjo paterna e këtij njeriu që shmanget dhe këtij njeriu që bëhet anktioz, po i dëmton në sensin që dhe po i obsesionon me këtë njeriu tjetër, atëherë e di që ndoshta s'është këshilla më e mirë për t'u dhënë, po është si ajo puna fryj një vrime që nuk do mbyllet ndonjëherë. Ndaj, vazhdo, qëndro, lufto me atë ankthin tënd dhe rri aty dhe shkoj në fund gjës,
se pa i shkuar vet, pa u gërvishtur vet, pa u vrarë vet, nuk e për të ngritur vet. Pas pak do flasim për 10 flamujt e kuq dhe 10 flamujt jeshil tek femrat. Fola pak për meshkujt, ndoshta fola pak më gjatë, tani do flasim për femrat. 10 flamujt e kuq tek një vajzë. Numër 1. Të teston në vend që të flas. Po bëj një a priori këtu kur lexova këtë listën në 1-2 pika, mendoj që çdo vajzë e gjen veten, edhe më vjen kaq keq edhe tek meshkujt, edhe ata e gjejnë veten aty tani, mos bëjmë sikur sikur ne jemi problemi. Thash pak më përpara, i gjithë ky brez është problemi, sepse nuk është se kemi një trajnim, edukim në lidhje me marrëdhëniet tona. Kemi shkuar edhe ato pyetje që kemi patur, ja kemi bërë ndoshta njerëzve të gabuar, që më vonë ky informacioni që kemi marrë na është provuar që është i gabuar. Me prindrit tan nuk kemi patur këtë diskutimin e hapur ku mund t'i flisnim këto gjërat, gjë që na ka sjell në këtë pikën që nuk dim ku jemi dhe çfarë po bëjmë. Kështu që meqense jemi kaq konfuz, mendoj t'ju konfuzoj pak. Për sa i përket flamurit të parë të kuq tek një vajzë, që është ky testimi në vend që të flasë. Kam fjalën për atë amerikanët i thonë silent treatment, është ai trajtimi me heshtje. Pra, unë u mërzita me ty dhe unë tani ty nuk do të flas, që ti mua të më vish nga mbrapa. Ose shumë vajza të bëjnë xheloz qëllimisht. Kjo në të vërtet nuk është dashuri, po është manipulim, sepse unë dikë që e dua e ule dhe i them, unë jam e mërzitur për këtë gjën. Nëse ju pëlqen kjo loja, ma besoni, më vjen keq t'ja u them, jeni një drama queen, jeni një mbretëresh drame. Nuk ka asgjë të keqe me këto, të gjithë kemi gabimet tona, po nuk është metoda e duhur. Flamuri i kuq numër 2. Një vajzë, dhe këtu do ndaloj pak te kjo, se kam kështu, nuk e di pse është, e di që neve nuk duhet të ndajmë shumë mendime personale këtu, por unë personalisht e kam një velani këtë personazh, dhe është vajza që është gjithmonë viktima, kur the villain, kur antagonisti. Gjithmonë në çdo ndarje ajo thotë është faji i djalit, në një mbyllje shoqërie ajo thotë shoqet e mia ishin xheloze për mua, njerëzit më bën këtë, të gjithë më bën këtë. Nëse ti ke 7 milion histori ku të gjithë të kanë sulmuar ty dhe ti ke qenë epiqendra e gjithë shkaje, edhe e them këtë gjë edhe do ndalem këtu vetëm për këtë arsye. Kam kuptuar shumë vonë në jetë, të gjithë neve kemi këtë sikletin. Nëse vesh këtë do më shohin njerëzit që kanë veshur këtë. Edhe kur kam studiuar psikologji, një profesori im thot, njerëzit e vrasin mendjen jashtëzakonisht shumë për çfarë mendojnë të tjerët për ta dhe më lini t'ju them diçka. Secili mendon vetëm për veten e vet. Nëse dikush mendon për ty, mund të mendoj për ty për 3 sekonda dhe më pas do vazhdoj me të njëjtin mendim që ke ti, a jam veshur unë mirë sot, a dukem unë mirë tek të tjerët ose çfarë mendojnë njerëzit e tjerë për mua. Çudia më e madhe zgjat 3 ditë dhe nuk është nevoja ti mbi mendoni kaq shumë gjërat. Flamuri i kuq numër 3, flet keq për shokët ose shoqet e saj. Edhe kjo është diçka që mendoj fatkeqësisht është një rast më i prekshëm nga femrat, sesa një rast i prekshëm nga meshkujt. Meshkujt rrallëherë flasin keq për miqtë e tyre, nëse kanë 2-3 miq, flasin për ta, madje ne vajzat në 20-at bëjmë shaka se thojmë vëllezrit e mi dhe nuk ndahen prej shokëve të tyre, por fatkeqësisht ndodh e kundërta gjë me vajzat. Edhe më vjen keq për këtë gjë sepse në momentin që ti partnerit tënd i flet keq për shoqet e tua, qofshin ato vajzat më të mira në botë, qofshin ato njerëz me defektet e tyre, dije që ti sapo i ke dhënë të dashurit tënd akses që në momentin e parë që një situatë do çedoj ose do përfundoni diku me këto shoqet, ai do ketë çdo të drejtë të drejtoj gishtin dhe të flas keq për to, sepse gjehet çfarë ishe ti ajo që fole keq për to e para. Flamuri i kuq numër 4, përdor si armë afeksionin ose seksin. Pra, si ndëshkim, kjo vajza heq gjëra nga pjata. Investimi emocional, angazhimi, e di që na dalin kudo në për TikTok këto metodat, nëse ai ty nuk të jep këtë, ti hiqi këtë. Nëse ai të bën këtë, bëj atë. Ideja është që kjo gjëja quhet është nga një psikolog që quhet Skinner, edhe është një lloj terapie kondicionimi quhet, dhe vjen si rrjedhoj e unë e trajnoj qenin tim që kur sillet mirë unë i jap një trit dhe kur ai sillet keq unë e shpullos pak tek prapanica. Po ti në një marrëdhënie nuk ke marrë një qen. Unë e kuptoj që njerëzit rriten me njëri tjetrin, bëjnë kompromise dhe edukojnë njëri tjetrin, po nuk është e domosdoshme unë të heq këtë dhe ti më vë atë. Okej, më hoqe ti këto gjërat, unë po iki vetë. Më kupton, kjo është metoda të paktën për mua, se po bëj kështu sikur jam terapiste lidhjesh. Jo, jam thjesht njëri që pyes vërdall dhe investohem në situatat e njerëzve, pasi po ndoshta do ta shikoja një karrierë si terapiste marrëdhëniesh.
Flamuri kuq numër 5 mundohet të kontrollojë çfarë bën djali dhe kë takon. Pra, gjithmonë thot këto gjërat e dashura juaj si prap do i tako shokut ti ose hiqe këtë gocën nga Instagrami. Kjo është një gjë që në shoqërinë tonë shqiptare dëgjoj po aq sa dëgjoj motin edhe parashikimin e motit, këtë hiqe nga Instagrami. Por në të vërtetë kjo s'është kontroll, është dashuri. Edhe dua të ndal vetëm pak te kjo çështja e besimit dhe sa e rëndësishme që është. Në momentin që ti i thua një djali ose një djalë të thotë ty, unë po të jap 100% të besimit tim, po të besoj tërësisht. Nëse ti ma thyen këtë gjën, kjo gjëja jon përfundon. Nëse ti arrin të marruash këtë besim që unë ta dhurova, atëherë kjo gjëja jon vazhdon. Ma beso dhe ma besoni diçka çdo djalë dhe çdo vajzë që po më dëgjon. Nëse dikush do t'ja u bëj diçka, do t'ja u bëj. Dhe janë ca gjëra që nuk i kontrolloni dot. Kështu që gjëja më e mirë është që lëreni këtë dëshirën për të kontrolluar. Unë kam qenë një njeri dhe besoj të gjithë kemi dëshirë të kontrollojmë jetën tona. Themi po lëviza këtë kalin në C4, do më haj këtë mbretin në C5. Nuk janë të sakta këto analogjitë, se nuk është se jam shahiste, po thjesht ideja. Dhe sado mundohemi ta kontrollojmë, aq më keq na shkojnë këto situatat. Ndaj, kontrolloni çfarë keni në kontroll, ajo që keni në kontroll është vetja juaj. Dhe pjesa tjetër le të vi ashtu si do të vi, se la vi. Flamuri kuq numër 6 kontrollon celularin tënd. Jemi prap këtu tek kjo drama është kjo receta për dramë, është ky kontrolli i telefonave që për mua është kaq i shëmtuar. Mendoj që nëse je në një marrëdhënie ku ti ke nevojë ta kontrollosh, nuk mendoj që më vjen keq që e them këtë, po nuk mendoj që marrëdhënia juaj është aq e fortë, sepse ka një gjë që unë e besoj fort që është intuita dhe nuhatja. Nëse ti me intuitën tënde thua ndoshta edhe po ma bën diçka, po unë mendoj që për momentin jemi vetëm ne të dy, kjo është më se mjaftueshëm. E vërteta do dalë në sipërfaqe. Kontrollove apo nuk kontrollove. Se fatkeqësisht ndodh kjo që kontrollohet, gjehet diçka dhe njerëzit vazhdojnë që ndrojnë. Nuk ka gjë të keqe të falësh ato që ti mund të falësh. Mendoj që gjithçka ka të bëjë me tolerancë personale. Imja mund të shkojë deri këtu, e jotja mund të shkojë akoma më larg. Nuk krahasohen për këtë gjë. Ama përse të rëndoni veten tuaj me kontrolle të panevojshme, kur mundeni të krijoni një raport aq të afërt sa të thoni, hey, për këtë njeriu në këto momente, sot që ka dalë dielli, unë mund të them që e vë dorën zjarr për të. Nesër nuk e di se çfarë do ndodh. Flamuri kuq numër 7 i pëlqen më shumë potenciali yt se sa ti, një vajzë që thot unë e di që ti mund të jesh ky, po ti je ky. E vërteta është që shumë prej nesh binë në dashuri me potencialin e dikujt. Ama edhe më duket se është diku më vonë, mbaj mend që e lexova këtë. Një vajzë që mundohet të ndryshojë ose një djalë që mundohet të ndryshojë gjithmonë duhet jetë një flamur i kuq. Ka kaq shumë njerëz në botë, jemi të gjithë, po flas për një brez 20 deri në 40, jemi të gjithë të rinj relativisht. Edhe kemi gjithë kohën e botës për të thënë okej, ky njeriu është i tillë, unë nuk e ndryshoj dot. Mos ndoshta duhet të jem me dikë tjetër, por kjo tentativa për ta ndryshuar është e gabuar. Pas pak kemi dhe 3 flamujt e tjerë të kuq tek një vajzë. Dhe pak më parë folëm për këtë kontrollin e telefonit ose këtë idenë që ajo të kontrollon me këtë del dhe çfarë bën një flamur i kuq, largoni për sa kohë jeni në kohë. Flamuri i kuq numër 8 të bën të ndihesh fajtor nëse ti ke kufinj. E thash dhe më përpara, të gjithë kanë nevojë për kohën e tyre, të gjithë kanë nevojë për hapësirën e tyre dhe për të marrë pak frym. Ky flamuri i kuq numër 9, ky është pak pikant. Të krahason me djem të tjerë ose me ish të dashurit e saj. Mendoj që të gjitha vajzat kemi arritur në një pikë të jetës tonë që i themi mua më bënin këtë ose mua më bënin këtë, mua ma shtronin tapetin e kuq kështu dhe ti je kështu dhe ti je ashtu. Nuk është diçka e mirë për të bërë. Në ka diçka që kam mësuar në jetë është që një marrëdhënie nuk i ngjason tjetrës dhe se njerëzit janë të ndryshëm. Nëse doni të keni një marrëdhënie të shëndetshme, krijojeni dhe nguliteni në kokë që për këtë moment unë jam me këtë njeriu. As nuk do e krahasoj me tjerë, por do ta analizoj si ky njeriu që ky është, pa bërë nga këto pikturat, jo po ky tjetri më jepte këtë dhe më merrte atë. Ideja është që askush nuk është i njëjti person dhe pluse që mund të kesh patur në një marrëdhënie tjetër, ndoshta i ke minuse këtu, ama ato minuset që ke patur te marrëdhënia tjetër, e sigurt që nuk i ke këtu, se mendoj se njeriu në çdo marrëdhënie rritet dhe mëson çfarë toleron, çfarë fal, si është i ndërtuar, çfarë brumi ka. Dhe me kë person duhet jetë. Dhe numri i 10, si flamuri i keq për vajzat, ndihesh sigurecën në lëvozhga me të. Nëse ke një partnere me të cilën ti gjithmonë thua mos të bëj këtë se ajo mërzitet, mos të them këtë se ajo mërzitet,
kjo do thotë që ajo vajza tashmë e ka gjithë kontrollin e saj mbi ju. Nuk duhet as femra as mashkulli nuk supozohet të ndihet sikur është duke ecur në lëvozhka. Në ka diçka që është ndjesia që ty duhet të vërshojë nëpër trup kur je me këtë njeriu në zemrës, është ajo ndjesia e paqes edhe e qetësisë. Ai momenti që ti atë mantelin që vesh kur shkon në punë, kur shkon diku, edhe me njerëzit që të rrethon, ti atë mantelin e heq edhe qëndroni, po e them në aspekt metaforik, të qëndroni lakuriq përballë njëri tjetrit. Mirë, doja shumë t'ju thoja edhe 10 flamujt jeshil të vajzave, ma besoni, kam shumë për t'ju thënë, por koha nuk ma premton këtë gjën. Nesër do t'jeni me Ronaldo, ndoshta do t'ja lë Ronaldos detyrë shtëpie, por bëni kujdes dhe të dashuroni shumë. Mos ecni me këtë listën kështu sikur ju dhash një rregullore që ai nuk ka këtë dhe një X i madh. Ideja është që dashuria nuk ka recet, kemi vite që mundohemi t'i gjejmë një ekuacion dhe ekuacioni vazhdon është null. Asnjëri nga ne nuk e di, kështu që doni, rrëzoni, vrituni, dashuroni, mos harroni të jeni gjithmonë vetvetja.